Kanabisi mjekësor është çështje serioze dhe e rregulluar me ligj, por nuk do të lejohet që pas etiketës mjekësore të fshihet prodhimi i paligjshëm industrial dhe rrjedhje në tregun e zi, brenda dhe jashtë vendit. Afati prej 45 ditëve që institucionet të dorëzojnë raport është për t'u përshëndetur dhe është dëshmi se kontrollet këtë herë po merren seriozisht me afat dhe me përgjegjësi. Alarmuese është që pas kaq shumë vitesh Komisioni Ndërinstitucional për luftën kundër prodhimit dhe tregtisë së paligjshme të drogës po vihet realisht në funksion. Ky mekanizëm duhet të ishte aktiv çdo ditë, jo të ekzistonte vetëm në letër, që nga viti 2017 ai ka qenë praktikisht i padukshëm dhe pa rezultate, gjë që nuk është befasi kur dihet se në atë periudhë institucionet udhëhiqeshin nga LSDM dhe BDI. Vlen pret që këto kontrolle të nxjerrin në pah kush ka keq përdorur me licencat, kush ka manipuluar me standardet dhe kush ka përfituar në kurisë të qytetarëve, duke e kthyer një sektor të rregulluar me ligj në burim abuzimi.